Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani e ka mandatuar tashmë liderin e vetëvendosjes Albin Kurti për të krijuar qeverinë e re të Kosovës. Me këtë mandatim, Kurti do të tentojë të krijojë qeverinë numër 3 të tij. Qeveria numër 1 pati jetë e shkurtër vetëm një vit, pastaj erdhën zgjedhjet e 14 shkurtit 2021 dhe vetëvendosja e qeverisë e vetme për 4 vite. Por tashmë, Albin Kurtit i duhen 61 vota që të qeverisi vetëm dhe ai nuk i ka. E lidhur me mandatimin e Kurtit dhe krijimin e qeverisë së re, ka folur profesori Enver Bytyqi. Kurti si kryeministër shënoi një sukses spektakolar në drejtimin e institucioneve të ekzekutivit për shtrirjen e sovranitetit në veri të Kosovës, por me mandatet e fituara, ai nuk mund ta krijojë vetëm ose bashkë me deputetët e minoriteteve jo serbe qeverinë. Zgjedhja e Nenad Rashić i hapi rrugë krijimit të saj. Kjo qeveri që duhet të krijohet ka nevojë për koalicion. Sovrani nuk e voton zotin Kurti me votë absolute, por e kushtëzoi atë të bëjë kompromise me një nga partitë e ish opozitës. Ndër këto parti politike, vetëvendosja ka përjashtuar një koalicion me PDK-n. Nuk besoj se kjo ka ndodhur për shkak të ndonjë konflikti politik të skajshëm midis Kurtit dhe Krasniqit, por për shkak të trashëgimisë negative të PDK-s në qeveriset para Kurtit, thot Bytyqi. Sipas tij, gjasat janë më të mëdha që të ketë një koalicion me LDK-n. Po të kemi parasysh këtë fakt, atëherë duhet besuar se vetëvendosja ka më shumë respekt për trashëgiminë e LDK-s në qeverisjen e vendit. Për këtë arsye edhe publiku përkatësisht antarësia e VV-s dhe ajo e LDK-s kanë një qasje më pozitive për koalicionin e ri në qeverisjen e përbashkët të dy partive politike. Ndërkohë në Lidhjen Demokratike ka jo pak deputet dhe antar të saj që simpatizojnë presidenten e vendit Vjosa Osmani. Është kjo kategori votuesish që në vitin 2021 i dha Vjosës thesin më të madh të votave dhe natyrisht që emri i saj ruhet me respekt, shpreh profesor Bytyqi. Po ç'lidhje ka reputacioni i presidentes Osmani me koalicionin midis vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike? Ka një lidhje logjike kjo. Zonja Osmani ka nevojë për votat e Lidhjes Demokratike për rizgjedhjen e saj në postin e presidentes, ndërkohë faktori ndërkombëtar, aleatët e Kosovës, janë shumë të interesuar që ajo të vazhdojë misionin e saj edhe në mandatin e ardhshëm, që do të thotë se këta aleat duhet ja kenë dhënë një shenjë Lumir Abdixhikut që ai t'i bashkojë votat me vetëvendosjen për krijimin e qeverisë së re dhe më pas të zgjidhet sërish Vjosa Osmani si presidente. Aleatët e Kosovës, edhe pse kanë pasur fërkime dhe mos koordinim siç thon ata me qeverin Kurti, sërish janë pro krijimit të qeverisë nga ana e vetëvendosjes me kryeministër Albin Kurtin, nënvizon Bytyqi. Kjo ka disa arsye, sipas tij. E para, duket sikur europianët dhe amerikanët janë përplasur me Kurtin për disa veprime të këtij të fundit për të shtrirë sovranitetin e Kosovës në veri të vendit, por mua më rezulton se ata janë njëkohësisht falenderues ndaj Albin Kurtit, sepse gjithçka rezultoi në dobi të konstitucionit shtetëror të Kosovës. Tani që Vučić është në zgrip, aleatët e Kosovës e kanë më të lehtë të ruajnë tërësinë territoriale të saj. Edhe kjo është një telash më pak për ta. E dyta, sepse nëse vetëvendosja del në opozit, atëherë asnjë qeveri nuk do të kishte kredibilitet të zbatonte vullnetin e ndërkombëtarëve në Kosovë. Më mirë një kryeministër që ditë të thotë jo e të bëjë veprime që e forcojnë pozitën e shtetit të Kosovës, sesa një kryeministër që do të thoshte po, por pa fuqi për të vepruar, shpjegon profesori i njohur. Matej ai thotë se vetëm një koalicion VV-LDK krijon stabilitet e institucioneve të shtetit të Kosovës. Nisur nga këto arsyetime, mendoj se një koalicion midis VV-s dhe LDK-s do të jetë i realizueshëm me madje produktiv. Vetëm një koalicion i tillë krijon stabilitet të institucioneve të shtetit të Kosovës. LDK i ka gjithsej 22 deputet, vetëvendosja 47, plus deputetët e pakicave jo serbe dhe Nenad Rashić. Atëherë, do të kishte shumë mundësi që mazhoranca qeverisëse të siguronte 2/3 e parlamentit, do të duhen vetëm 3-4 deputet të tjerë nga radhët e pakicës serbe që të bëshin gjithashtu ndryshime konstruktive kushtetuese. Nëse Vučić bie nga pushteti dhe kjo do të ndodhë, atëherë nuk është vështirë që 3 deputet të listës serbska, sigurisht nga ata që janë më racional dhe më logjik, të votonin ndryshimet kushtetuese në funksion të forcimit të shtetit dhe krijimit të ushtrisë, si dhe integrimeve euro-atlantike, nënvizon Bytyqi, i cili bën thirrje që të punohet drejt një koalicioni të tillë. E lëshova këtë ide në opinion për të thënë se duhet punuar në këtë drejtim. Qeveria e ardhshme me VV-n dhe LDK-n ka mundësi të krijojë një ekuilibër politike shumë produktive për zhvillimin e vendit dhe politikat e zbatuara. Kombinimi i programeve përmes këtij koalicioni të dy partive politike të qendrës së djathtë dhe të qendrës së majtë do të sjellë një sukses spektakolar për Kosovën në fushën e zhvillimit ekonomik dhe social, përfundon profesori Enver Bytyqi.